kriterin shëndetësor, që është 0,08 mg per litër, madje në Amerikë dhe në shumë shtete, deri në 0,03 nuk konsiderohet rrezik. Kjo e bën që ne, ky standard e krijon mundësinë që ne shumë herë dalim mbi standardin evropian dhe për të thuhet mos e pini, mendoj që udhëzimi administrativ duhet ndrohet dhe duhet shtohet kriteri shëndetësor. Supozojmë 0,05, fillojmë problemet në 0,08, që është kriteri Organizatës Botërore të Shëndetësisë, madje është kriter për foshnjët deri në 12 muaj. Kështu që unë mendoj, mirë po edhe shumë shtete tjera praktikojnë që deri në 0,3 mg per litër nuk ndalohet ujë për pije. Kështu që ne jemi duke ndalu shumë herët dhe jemi duke kalu shumë shpesh në tash të quajturën ndalesë për mos pirje të ujit. Madje, që është për të theksu që qytetarët janë jashtëzakonisht shumë pa informuar. Ata frigohen me iloant, frigohen me botush prej që nuk vlen. Do më thonë, unë këtë ju thëmë në dëgjuesve t'juaj që pyetja se a do t'i laj mend dhe a do të pastrohemi me ujin, do më thonë, nuk është pyetje. Çdo herë do të. Çdo herë të mundshme, do më thonë, nuk ka asnjë pikë problemi, sepse mangani nuk është helëm në mas, mangani është metal në gjumë që gjendet në çdo ujë, po kem pas fatin që liçeni Badolcit ketë pak më shumë mangan se në kushte normale. Profesor, pra brenda kufirit që lejohet është 0,05 në vendin tonë, ashtu siç edhe ECK jo sipas udhëzimit administrativ, ndërkaq ka pas raste kur ka arritur deri në 0,037, është shqetësuese kjo shifër? Po tash mbi 0,37 do të ndalojmë për shkak është kriteri shëndetësor. Mirë, por prej 0,05 deri në 0,03 ne kemi plot ditë dhe plot kohë që s'po mundemi me përgjysmue përqendrimin e manganit në ujë. A është shumë shqetësuese? Prapë nuk është shumë shqetësuese, për shembull në Amerikë deri në 1 mg per litër deri në 10 ditë është prapë e lejueshme. Do thotë çfarë po do të them që nuk do të krijojmë aq shumë panik, aq shumë bujë mbi këtë çështje për shkak të këtyre vlerave që vetë kom të cekë që nuk është. Qartë. Pra, sipas jush duhet të rishikohet edhe një herë? Udhëzimi administrativ është mirë të rishikohet, të lindet vetës një shteg, një dalje gjithmonë është, sepse për shembull supozojmë që 0,05 o standardi estetik deri në 0,08 të lajmërohet vetëm për fillim të përkëtësimit, pastaj mbi 0,08 ata le të vendosin, po më mendoj që deri në 0,3 nuk ka nevojë me e ndaluin për pije. Mendoj që po bëhet për ndonjë arsye apo thjesht duke i ndjekur rregullat e udhëzimit administrativ dhe kemi qenë në një situatë sepse duke i ditur efektet anësore, unë personalisht pa marrë parasysh edhe këto që i thonë ju, ndoshta edhe po t'i thonë edhe 10 ekspert, unë vazhdoj mos me konsumu këtë ujë nësi ka këto vlera, sepse duhet sigurisht që të alarmohet dhe të binë gjitha këto teori poshtë në mënyrë që t'i besojmë dhe të konsumojmë, duke i ditur efektet anësore veçanërisht tek fëmijët që i kanë. OBSH-a jep 0,08, dhe më thonë është kriter më i lartë se 0,05 për fëmijë, madje për foshnje. Nuk keni nevoja shumë u frigu kur është 0,08, derisa OBSH-a thotë mund të jepni dhe fëmijës dhe foshnjës, ne të rritërit nuk ishtë dashme u frigu. Sidomos për një kohë gjatë, sepse edhe nëse konsumohen për 2 ditë, 3 ditë, nuk ishte problem shumë i madhë. Por nëse konsumohet për një kohë shumë të gjatë, veçanërisht tek fëmijët, ka ndikim tek sistemi nervor, sidomos probleme me zhvillimin kognitiv dhe të sjelljeve, sepse fëmijët janë duke u zhvilluar dhe sigurisht këtu është problemi më i madh i manganit, si dhe tek organet e brendshme madje edhe tek
pankreasi, si pas asaj që kemi ullumtuar, dhe sistemi kardiovaskular, probleme pra me presionin e gjakut dhe qarkullimet. Andaj besoj që edhe prindrit janë shumë shqetësuar kur i shohin këto efekte anësore, andaj besojnë çdo gjë. Mirë, dhe më thonë, ne po flasëm për vlerat mbi 0.08 dhe shumë në publikimin e parafundit që kishte SHPK-ja ishte 0.67, për shumë. Në këtë rast nuk ishte 0.067, në këtë rast për shumë nuk ishte dosh më undalu si pas. Qartë. Ska pas vend për pa. Ashtu veprojnë edhe shtetet në Bashkimin Evropian. Nuk, asnjë, për shumë Irlanda nuk e ndalën në 0.05. Unë nuk po thëmë që ne e njohë më mire, po më keq mirë, po ne du të ndjekim pikërisht praktikat cilat ndjekin shtetet e Bashkimit Evropian. Sun thojmë na që ne kemi bërë studim më të mirë se shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose se ne po i ruajmë fëmijët më shumë se shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e lejojnë deri në 0.3. Prandaj mendoj që shqetësimi është pak më shumë i frymë se sa vetë realiteti në këtë mund, se ky është uji i cili në kontinuitet e kemi pas prej liçenit Batllosë. Këtu desha dalë, profesor. Që ka dalë mangan diçka një problem i ri apo ngjashme. Këtu desha dalë, a ka ekzistuar gjithmonë ky mangani apo ekziston vetëm këto 3 vitet, 2 vitet e fundit? Gjithmonë ka ekzistuar, po këto vitet e fundit, po të them për shkak të udhëzimit që ka vënë kriterin shumë të ullt, atëherë po dalim mbi standarde. Atëherë ka pas raste kur të kaluam që se kemi pas këtë udhëzim dhe këto standarde, këto norma dhe vlera, qytetarët kanë konsumuar ujë, edhe ndoshta kur vlerat kanë qenë shumë të larta. Apo janë matur gjithmonë këto vlera? Janë matur gjithmonë, madje se kohë fundit ju marr shumë me këtë ulëm tim, kam intervistuar dhe punonjësit dhe menaxhment që kam punu në vite 70-80, dhe thot që çdo herë ka pas mangane, madje tregojnë që ata kanë hedhë për manganat kaliumi me anije dhe me lopat sipri për mujt me perceptua mangane në fund të liçenit. Kjo flet shumë për mënyrën se si ata janë përpjek me kushte më primitive për me zvoglu manganen në të vite tani që kemi teknologjinë dhe ujësjelë si ka gjitha pajisit nuk e trajton manganën. Pse nuk po trajtohet? Sepse besoj që tani në këtë kohë moderne ku po jetojmë mund të trajtohet dhe mund të bie vlera e manganit. Patjetër, mangani nuk ishte dashur me qenë problem i kohës tashme, do të thonë është problem shumë i tejkaluar. Pse s'trajtohet mangani? Tash ju them që kam informacionin që po trajtohet për shkak të tashuron vlerat. Do thotë trajtohet në disa raste? Ai do të trajtohet me permanganat kaliumi dhe percepton dhe zvoglon vlerat. Pse nuk është trajtu deri tani nuk u mujt me kuptua. Ose ka qenë mos njohuri e tyre që nuk kanë ditë me trajtu, ose kanë bu me qëllim. Jo, s'ka tjetër arsye logjike. Do thotë, me bo me qëllim nuk po mund e besoj, ma shumë po mendoj që është kjo e para, që munges, kem kriju institucione jashtëzakonisht pa përgjithshme, që s'japin llogaria s'kojna, do thotë, me kriju situata në vendin tonë që me dalë me cisternë, me shpërnda ujë në për lagje, sikur në katastrofa natyrore, ku i kemi pajisjet. Po në ndodhë pak si para zgjedhjeve kjo puna e manganit. Tash e qëllimshme une nuk po mund hinë ato konspiracione, s'po mu jasë me besu çfarë ishtë dosh me qenë qëllimi. Ata mundën vetëm së qarue pse nuk e kam bo, do thotë deri tash të është pyetje për ujësjelësin. Mendoni që ndoshta do duhet të bënin në të ardhmen të mos ballafaqohemi me një panik të tillë te qytetarët, ndoshta duhet të ndryshojmë vlera si që e cekët ju, por po ashtu edhe ta uli nivelin e manganit, sepse po jetojmë në shekullin 21 dhe jo shekullin e kaluar. Ka zgjedhje, shumë zgjedhje, madje shumë zgjedhje ka, sa që cilën do prej tyne me e marë mundun me eliminu manganin e para është udhëzimi prapë po e ceki, dhe me thonë duhet të shtohet,
jo që mund ta rrisën vlerën e 0,05, që 0,05 mg për litër është një standard botënore. Ka dhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa dhe... Mirë po, ku dalojnë shtetet pak me zveti dhe çfarë kemi bu në gabim që nuk e ka kriterin shëndetësor. Nuk do thotë që si ta kalon 0,05 që na i bëhet i dëmshëm. Do t'i vendosëm edhe një kriter shëndetësor. Ose të referohemi organizatës botënore të shëndetësisë, ose EPAS, ose një organizatë prestigjioze që ka bërë studime të mirëfillta, që hjek dyshimet, si ato që i thatë ju më herët, për foshnjët, për nanat, për merakun që mund të kenë prind për fëmijët e kështu me radhë. Dhe e dyta është që ata ta trajtojnë në kontinuitet. Unë shpresoj që kanë filluar me trajtu, edhe që mos na paraqitin, sepse paraqitja e manganit do të thonë mos trajtim. Është përgjegjësi e tyne, pse nuk e trajtojnë. E treta, ka zgjidhje, ata mundën me vendos një bypass që mes ujrave që vinë për i Bërlepenci deri në Badovë, diku mund të ketë një 5-6 kilometër ujësjellë, që në kohën kur mangani rritët të përzin ujrat pak me të... Është e mundur një gjë e tillë dhe pastaj vlera e manganit mund të bie? E katërta mund të bëhet, ka dhe i problem me kolonën që e thith ujë në liçenin e Badovësit, që është dritarën ku e thith ujën e ka shumë poshtë. Do thëtë atë mund të hapën edhe disa vrima naltë që mund merret ujë më lartë, se përqendrimi i manganit në sipërfaqe është më i vogël në shumicën e rasteve, po. Megjithëse ka përmbytje tash në vjeshtën e pranverë të përzierjes ujrave, mirë po, tjetë me disa hyrje. Po për atë punë do të njerë shprazët liceni... Profesor, keni biseduar me ujësjellësin, keni biseduar me institucionet, me organet përgjegjëse që dilet nga kjo situatë dhe t'ju lehtësohet jeta edhe vetë qytetarëve, po edhe vetë atyre që bartin ujë në lagjet të Prishtinës? Bartja e ujit, pikërisht shkrimi im në me gjumet online ishte pikërisht kur pash një familje cila merr të ujë me bidon për të pastruar. Të thash, pse bën këtë? Kjo është e tepërt. Kjo është e tepërt. Ai do të jo tha ne po frigohemi, madje po frigohemi edhe për të pastruar. Kjo edhe më e tepërt. Edhe më e tepërt. Nuk ka asnjëherë nevojë që këto pyetje të bëhen sa do të më pastru ujë ajo. Vlerat e manganit në cilat të i kalohen ndonjëherë edhe institucionet japin vlerat që është mbi 0,05 deri madje në vlerën që thoni ju, gjithmonë fëmijët përjashtoni për shkaqe të sigurisë, bebat, foshnjët, jo në të rriturit, nuk është që na bën dëm. Na bën dëm deri në vlerën e 0,3 mg. Tjetra është që të kërkohet më shumë përgjegjësi pse mangani do të rritet në një situatë ku gjitha teknologjitë në kohën e tanishme janë të akceptueshme dhe shumë lehtë zbatueshme për me ul manganin. Mirë, shpresoj profesor që këto pyetje të gjejnë përgjigje tek institucionet përgjegjëse dhe ata që duhet të merren me këtë problem të liçenit Badovësit që shfaqet çdo herë para zgjedhjeve. Nëse edhe në periudha tirakore, po veçanërisht para zgjedhjeve. Të falenderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Ishte pak edhe me humor kjo puna e zgjedhjeve. Sido që tjetë, besoj që takohemi përsëri ndoshta kur të rregullohet problemi me manganin. Mendoj që ish dashur të rregullohet tani tutje. Shpresoj. Miqdashur, shkoja për një shkputje publicitare, takohemi pas pak çastesh.